Fjala sot. Familje. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është familje. Familja zë një vend të veçantë në jetën e secilit prej nesh. Pavarësisht se në që familje jemi rritur, të mirë apo problematike, ne dëshirojmë të ndërtojmë një familje të ngrohtë, të dashur dhe të sigurt, së bashku me bashkëshortët dhe fëmijët tanë. Por shpesh herë, realiteti është larg nga ky ideal. Ju ftojmë të na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar për një tjetër lloj familjeje, një familje që nuk është vetëm e madhe në numër, por edhe e përjetshme. Jemi të bindur se do të ndiheni të inkurajuar dhe do të kuptoni se pavarësisht situatës suaj familjare, Perëndia ju fton të bëheni pjesë e familjes së Tij dhe ju pret krah hapur për të shijuar me të një marrëdhënie të mrekullueshme. Këtë verë, unë dhe gruaja ime Koni, shkuam në Kanada në vendlindjen e saj. Aty u mlodhe gjithë familja. Ishte diçka shumë e bukur. Qëndruam 2 ditë dhe patëm mundësinë të takonim të afërm që kishin ardhur nga qytete të ndryshme. Përjetuam një ndjesi ngrohtësie të jashtëzakonshme. Të gjithë bashkë, plot dashuri, kujdes për njëri tjetrin e me dëshirë për të kaluar kohë së bashku. Kjo gjë më bëri të mendoj thellë për familjen, se sa e rëndësishme është ajo në jetën tonë. Në Bibël, në Psalmin 68 ka një varg që thotë: Perëndia bën që i vetmuari të banojë në një familje. Perëndia dëshiron që njerëzit pra të jenë të lidhur me njëri tjetrin, dhe ai na e tregoi këtë duke dërguar birin e tij në trajt njerëzore, që ne të kemi një vëlla hyjnor dhe të jemi pjesë e familjes së Perëndisë. Në jetën tonë ekzistojnë 3 familje, të cilat ushtrojnë ndikim mbi ne. E para, padyshim, është familja ku kemi lindur. E dyta, është familja që zgjedhim vetë, ajo që formohet përmes martesës. Ndërsa e treta, gjithashtu, me zgjedhje, është familja e Perëndisë, nëse jeni pjesë e saj, pra nëse jeni fëmijë të Perëndisë përmes besimit në Jezu Krishtin. Mendoni për familjen e parë, atë ku kemi lindur. Shumë njerëz përjetojnë sfida të mëdha brenda familjeve jo funksionale. Ka raste abuzimi fizik dhe verbal, varësi nga droga e alkooli, braktisje nga prindrit dhe ndarje që prishin lidhjet familjare. Këto probleme nuk janë të reja. Bibla i përshkruan që në kapitujt e parë të Zanafillës, ku krimi i parë u krye nga një vëlla që vrau vëllain e tij. Për këtë arsye shpesh them se çdo krim social i ka rrënjët në familje. Kur përplasjet ndodhin brenda familjes, ato ndikojnë dhe prekin negativisht edhe jetën e njerëzve të tjerë. Në Bibël lexojmë për njerëz si Jakobi, që kishte një daj të ligë, Labanon, dhe 2 gra. Ai kishte një familje jo funksionale si rezultat i poligamis dhe kishte 12 bij, midis të cilëve kishte gjithmonë grindje, që vazhduan të ndikojnë në marrëdhëniet mes fisëve të Izraelit gjatë gjithë dhjatës së vjetër. Po ashtu lexojmë për Sansonin, që ishte shumë i dhënë pas grave dhe shpesh rrinte me prostituta. Ai e shfaqte zemrimin në mënyra të skajshme dhe mungesa e respektit për këshillat e prindërve tregonte problemet e thella familjare që ai përjetonte. Po ju, a keni humbur apo keni fituar? A keni lindur në një familje plot dashuri apo në një familje me probleme si këta personazhe të Biblës? Një gjë tek e cila duhet të gjeni ngushëllim është se Perëndia ju do pafundësisht, pavarësisht familjes në të cilën keni lindur, pavarësisht nëse ardhja juaj në jetë ka qenë e planifikuar, apo siç thon disa njerëz, jeni ngjizur aksidentalisht. Kjo nuk ka rëndësi. Në sytë e Perëndisë, asnjë jetë nuk është e rastësishme. Në çdo rast, pavarësisht familjes ku keni lindur, ai dëshiron me gjithë zemër që ju të jeni pjesë e familjes së tij. Unë shpresoj që ata që kanë lindur në familje me grindje, ndarje e probleme të ndryshme, të kërkojnë ndihmë apo këshillim, që të mund t'i kapërcejnë disa nga problemet apo traumat
që kanë përjetuar në jetë. Familja tjetër që krijojmë është ajo që lind nga martesa, nëse zgjidhni të martoheni. Megjithëse beqaria mund t'ju jap mundësinë të shërbeni Perëndisë më lirshëm dhe më me shumë energji, nëse keni dëshirë të martoheni, shkrimi thot se nuk ka asgjë të gabuar. Kur martoheni, ju keni një familje tjetër, më të madhe, familjen e bashkëshortit apo bashkëshortes. Lutem që Zoti t'ju sjellë në jetën tuaj njerëz të mrekullueshëm, të krishterë dhe të përkushtuar, që do t'ju mbështesin dhe do t'ju inkurajojnë në çdo hap. Kur po kërkoja një grua për të martuar, lexoja shpesh kapitullin 31 të fjalëve të urta. E kisha shumë për zemër, sepse aty përshkruhet një grua me vlera të larta, fisnike dhe shumë punëtore. Një grua e respektuar që kujdeset me përkushtim për familjen e saj. Unë dëshiroja pikërisht një grua të tillë, me karakter të fortë dhe me qëllime fisnike në jetë. Koni është gruaja ime e mrekullueshme prej 17 vitesh dhe Zoti më ka bekuar pafundësisht me të. Mendoj se kam dalë i fituar kur bëhet fjalë për martesën. Martesa e krishterë është një gjë e bukur, që jo vetëm sjell gëzim në bashkimin e burrit dhe gruas si një mish i vetëm, por na dhuron edhe një nënë dhe një baba tjetër, motra dhe vëllezër që festojnë me ne dhe bëhen pjesë e jetës sonë, duke qenë krishterë pra. Por, ndoshta martesa juaj nuk është kaq e mirë. Ndoshta ajo është shkatruar, ose ju keni përjetuar dhimbjen e divorcit, apo jetoni në një martesë me zënka dhe grindje të vazhdueshme. Nëse jeni në një situatë të tillë, unë ju nxis ta përulni veten dhe mos thoni se nuk keni nevojë për ndihmë. Kërkoni këshill nga Perëndia dhe jo nga ata njerëz që ju inkurajojnë të rendni pas lumturisë suaj personale. Gjeni një njerëz të sinqert, dikë që do t'ju tregojë me dashuri se çfarë duhet të ndryshoni për të sjellë paqe dhe për ta bërë martesën tuaj të lulëzojë. Kur këshilloj çiftet, çelësi kryesor që unë ju rekomandoj është kompromisi. Pra, të bini dakord. Është e rëndësishme të lini mënjan disa nga dëshirat tuaja personale për hir të martesës. Kompromisi nuk është dobësi, por një shenjë force dhe dashurie. Sa më shumë ta kuptoni këtë, aq më shumë do t'jeni të gatshëm të bëni hapa për të ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme me bashkëshortin apo bashkëshorten tuaj. Si të krishterë, duhet jemi të gatshëm të lëm pas disa gjëra që nuk janë thelbësore për të ruajtur paqen dhe dashurinë në familje. Mbajini mend këtë, sepse ndoshta është pikërisht ajo që ju nevojitet. Familja e tretë, për te i dy të parave, është shumë e rëndësishme sepse është e përjetshme. Kjo është familja juaj frymërore. Në shkrim, bëhet shumë e qartë se vetëm ata që janë fëmijë të Perëndisë, vëllezër dhe motra në Jezu Krishtin, janë pjesë e kësaj familje të shenjtë. Por kjo ftesë është për gjithë njerëzit. Edhe pse antarësia në familjen e Perëndisë vjen vetëm përmes Jezu Krishtit, kjo mundësi i ofrohet të gjithë botës. Perëndia nuk dëshiron të përjashtojë askënd. Ai e përcjell ftesën e tij tek të gjithë njerëzit dhe dëshiron që ata të shpëtohen përmes Jezu Krishtit. Kjo është arsyeja pse Krishti dha jetën e tij. Ai vuajti dhe vdiq që ne të bëhemi fëmijë të Perëndisë. Dhe kjo bëhet ADN-ja jon frymërore, lidhje frymërore e gjakut. Kjo është familja më e rëndësishme, sepse është e përjetshme. Në jetë, mund të humbisni familjen natyrore ku keni lindur, ose familjen që krijoni nëpërmjet martesës. Mund të humbisni edhe bashkëshortin apo bashkëshorten tuaj, por një gjë është e sigurt. Kurrë nuk do t'i humbisni ata që janë në Krishtin dhe as vetë Zotin Jezus. Jezusi është vllai ynë hyjnor. Ai dëshiron që ne të mësojmë dishepullizimin dhe të jetojmë si fëmijë të Perëndisë atë. Qëllimi i të qenit fëmijë të Perëndisë është të ndërtojmë një lidhje të ngushtë dhe të afërt me vllain ton Jezusin. Të kuptojmë mënyrën se si ai mendon, çfarë thotë dhe si vepron, dhe të përpiqemi çdo ditë të rritemi duke u bërë sa më të ngjashëm me të. Pikërisht me këtë ka të bëjë dishepullizimi. Dishepullizimi është më shumë se thjesht njohuri. Është të mësuarit të mendojmë dhe të veprojmë si Jezusi. Mënyra më e mirë për të arritur këtë është të studiojmë jetën e tij, të shohim se si ai veproi në situata të ndryshme
në tregimet e ungjive dhe të përpiqemi të ndjekim shembullin e tij në çdo hap të jetës tonë. Njohja e Jezusit dhe Atit ton qiellor është thirrja kryesore e ungjive. Ashtu si në historinë e djalit plagprishës, Ati ynë qiellor dëshiron me gjithë zemër t'i sjellë fëmijët e tij pranë vetes. Ne mund të largohemi prej tij dhe të ndjekim rrugë mëkatare, por ai gjithmonë pret krah hapur që ne të kthehemi. Perëndia madje gëzohet dhe feston kur ne kthehemi tek ai, edhe pse jemi të mbuluar nga turpi i mëkatit dhe ndoshta e kemi lënduar shumë. Kjo është dashuria e pafundme e Perëndis. Ky është Ati ynë qiellor, ai për cilin kemi nevojë. Dhe Zoti Jezus na mëson më shumë për këtë dashuri të thellë e të pashtershme. Nga të gjitha marrëdhëniet familjare që keni në këtë jetë, familja më e rëndësishme është ajo në Jezu Krishtin. Dhe gjithçka që ju nevojitet për të bërë pjesë e familjes Perëndis është të thoni me zemër: Zot, unë i rrëfej mëkatet e mia. Dua të jem fëmia yt. Dua të jem vllai ose motra e Jezusit. Të lutem, më prano si fëmijën tënd. Edhe nëse përjetoni vështirësi në martesën tuaj apo sfida në familjen ku keni lindur, Perëndia dëshiron që ju të jeni fëmijët e tij. Ai dëshiron t'ju birësoj, që të bëheni vëllezër e motra të Jezusit dhe të jeni fëmijët e tij në përjetësi. Miq të dashur të programit ton, ne lutemi që mesazhi i sotëm të ketë mbushur me shpresë dhe siguri, pavarësisht nga situata familjare ku ndodheni sot. Perëndia është Ati juaj i dashur qiellor, i cili ju birson në familjen e tij të përjetshme. Ai ju quan bij të tij të dashur, kur ju afroheni me besim tek ai dhe ndërtoni një marrëdhënie të ngushtë e personale me të përmes Jezus Krishtit. Për të mësuar më shumë rreth kësaj teme dhe nëse dëshironi të njiheni më thellë me Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.